Të akuzuarit për spionazh Bedri Shabani e Muharrem Qerimi janë deklaruar të pafajshëm. Bedri Shabani dhe Muharrem Qerimi deklarohen të pafajshëm për spionazh. Ky i fundit pranon vetëm fajësim për armbajtje pa leje. Këto deklarime të akuzuarit i bën në seancën e mbajtur të hënën në gjykatën themelore në Prishtinë. E pranoj fajësinë apo nuk e pranoj? Nuk e pranoj fajësinë për veprën penale dhe spionazh. Nuk e pranoj fajësinë për veprën penale dhe spionazh. E pranoj fajësinë. Ndërsa për veprën penale? Armbajtje pa leje, po. Mbajtje pronësi kontroll. E pranon fajësinë? Po. Plotësisht jam i pafajshëm. Mirë, shkruaj. Plotësisht e konsideroj veten pafajshëm. Prokuroria e rastit Fikrije Zejnullahi kërkoi që pranimi i fajësisë për veprën penale armbajtje pa leje të pranohet. Pranim duhet të pranohet dhe i propozon gjykatës që të merr akt vendim për pranimin e fajësisë, me që ky pranim fajësie është në përputhje me dispozitat procedurale. Ndërkaq, kryetari i trupit gjykues Rahman Beqiri ka potencuar se i akuzuari Muharrem Qerimi i ka kuptuar pasojat dhe benefitet e pranimit të fajësisë, duke shtuar se miratohet pranimi i fajësisë për armbajtje pa leje. Për të akuzuarin Muharrem Qerimi, shpallja e gjykimit për armbajtje pa leje do të shtyhet deri në përfundim të këtij rasti. Ndryshe me 5 qershor të vitit të kaluar, Agjencia Kosovare për Inteligjencë dhe Policia i kishin arrestuar të pandehurit në Ferizaj. Ata dyshohet se kanë bërë spionazh me Agjencinë e Inteligjencës serbe, për të cilën e ka mohuar bija serbe.